të zhduken shtypësit e njerëzimit, po nuk do me thonë që të zhduket Izraeli. Qëllimi jem është të zhduket Serbia, po Serbia mundet me qenë regjimi jo i mirë. Regjimi është kriminal, po populli sërb nuk mundemi na të gjithve mi thonë atyve që janë të këqi, sidomos sërbët që janë në Kosovë për shembull. Unë i sërbëve të Kosovës i thamë janë dardan, që ata kanë lindur gjyshes të ngjysh, Romët, Turqit, Boshnjakët, na Shqiptarët, na të gjithë jemi dardan. Pse na keni ndarë në përkombe? Atë Zoti ka thënë, profeti na thot, atë dheun duhet ta ruajmë, ibadu din, atë dheu është pjesë e besimit tim. Nëse unë nuk luftoj që për atë dheun tim dhe i hapi dyrt e okupimit, me ardh dikush, me ma marr pasunin, me ma marr Trepçën, me ma marr një copë të Kosovës, atëherë unë nuk e kom plotësu fen time. Prandaj, edhe iranianët, edhe të gjithë besimtarët që janë besimtarë tamam si duhet, nuk duhet me leju që në vendin tënd me u fut njerëzit me të bo zot shtëpije.